Boksieri i njohur Nelson Hysa ishte personazhi në fokus të edicionit më të fundit të aktivitetit Tafam Shkodër, i organizuar nga Këshilli Vendor Rinor i Shkodrës dhe Qendra Rinore Atelie. Hysa theksoi se iniciativa të tilla duhet të shërbejnë si takime motivuese dhe orientuese për brezin e ri. Ai ndau përvojat e veta në sportin e boksit, sfidat dhe sukseset, duke nxitur të rinj të besojnë në aftësitë e tyre dhe të punojnë me disiplinë. Karrierë gjatë, 26 vjetë, normalisht që ka që me thonë, ka që me folë, për mua është aktivitet shumë i bukur, ku ka më mirë se me genë mestërive shkodran, për jullë që e kena kalu shumë ko për para, po normalisht janë gjonë nostalgjike, të këthejnë edhe herë mendimet e trive, të këthejnë edhe herë në bankët ku ato janë, edhe shpresoj që sa do pak të jemi motivim, sa do i vogël për gjithë se cilin për tyne. Kam beng një titull botëror, shpresoj që këtë viti 2026 që po vjen, fillon me shpresë dhe inshallah na pritet më që të sillemi për herë të parë në Shqipëri titull kampion bote. Ndërkohë Hysa përcolli edhe një mesazh të fortë inkurajues për të rinjt. Mesazhi është ai që gjithmonë kam transmetuar, mos u dorëzoni kurrë, se vetëm me punë arrihet gjithçka dhe vetëm vetbesim arrihet sa më lart dhe arrin rezultatet sa më të mira. Aktiviteti u mbyll me zduar trokitjeve të pranishmeve, ndërsa nisma të tilla do të vijojnë me synimin për të ofruar modele frymëzuese dhe mbështetje për rinin shkodrane.